keni dëgjuar ndonjëherë për benefitet e leshit të deles? Sot do të tregoj një pako që kam marrë tek Lisabi World, edhe jam pikërisht dy pako me lesh dele. Leshi dele duket kështu. Është lesh dele zviceriane. Për masat është 100% natyral dhe bio nga Zvicra. Është i palar, por është i pasuar nga ato papastërti të mëdha edhe i krehur. Është në përmasën 20 me 70 cm. Ka përmbajtje të lartë lanoline, pra nëse do keni sa do pak informacion për lanolinën ja dini benefitet, ndihmon në shërimin e skuqeve në zonën e pelenës dhe përgjigjet e qarë prej gjithëdhënies. Ndihmon në përmirësimin e simptomave të gripit, si kolla dhe rufa, duke vendosur në krahëror, siç bënin dikur nënat tona. Lehtëson dhimbjet e veshit, mbajnë sipër veshit ose fusni një sasi të vogël jo të thellë në vesh, lehtëson dhimbjet e nyjeve dhe kyçeve, ndalohet përdorimi direkt mbi plagët e hapura. Gjithashtu kush ka probleme me alergjit, pra me alergjin dhe pluhurit, nuk ja këshilloj që ta përdorni këtë leshin e deles. Unë kam marrë tek Lisabi World, kam marrë dy pako. Një pako kam marrë për motrën, për djalin e motrës, sepse ka patur kohë të fundit, ndërsa një pako kam marrë për veten time. Mendoj se duhet ta kisha sepse nuk e dihet se si do i kem punët me gjirin, kështu që thash pse jo ta marr një pako. Edhe ta bëj gati për ta përdorur. Shpresoj mos më duhet, por gjithsesi kisha qejf që ta kisha një pako në shtëpi. Kjo përdoret shumë herë. Deri në momentin që nuk ndodhet me urinë apo me papastërti që patjetër që na detyron ta lajm leshin, por leshi po u lan nuk bën më, kështu që unë do ju bëj edhe një video se si do ta përgatis unë për ta mbajtur tek gjiri, pra nuk vendoset direkt në gjik kjo. Kjo mbështetet me nap, po gjithsesi do ta bëj një pardysh se si do ta përgatisim timin. Kërkoj dhe motrës do ja përgatis, sepse ajo do për djalin për ta vendosur tek krahërori, se djali ka patur kohë të fundit. Edhe mendova se do i bëj mirë. Për çdo informacion në lidhje me leshin e deles, do ju sugjeroja që të shkoni tek Lisabi World në Instagram. Aty kemi video pafund shpjeguese dhe informacion në lidhje me leshin e deles dhe produktet të tjera të cilat janë natyrale, siç është vaj për dhimbjet e dhëmbëve, për kolikat, ka disa produkte shumë interesante për bebat. Do ju sugjeroj që kushdo që është në re, të shkojë në Instagram edhe ta shofi faqen se ka informacione mjaft të nevojshme për ne mamat e reja. Shpresoj shumë që kjo video të ketë ardhur në ndihmë të gjitha vajzave apo nënave të reja, të cilat po kalojnë virozat e para me bebushat e tyre. Kaq për sot, do shihemi te video e radhës. Do shihemi te pardyshi. Po do t'ju tregoj se si e përgatis unë leshin e deles që ta kemi gati për përdorim.